Ky emision mundësohet nga Podravka. Shikues të dashur, jemi përsëri në Shell, sepse gjithmonë dalemi këtu kur dëshirojmë me u nis për në Greqi për emisionin Peshku Jar. E sot kam vendosur me marr diçka që kanë shumë të shishme këtu në Shell, sandwichat. Do marr për krejt ekipën, sepse edhe hot dog, sepse edhe hot dogët i kanë shumë të mirë, edhe disa nga ekipa kanë thonë që dëshirojnë hot dog, disa sandwich. Do i marrim dy llojet edhe do nisemi sepse është shumë herët dhe nuk mundemi me u ndal askund, por gjithashtu sandwichet e Shellit nuk i ndrojmë për rrugës. E tashun me ekipën jena gati me sandwichat e Shellit me u nis për në Greqi. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një tjetër epizod të Peshkut të Artë. E kësaj radhe do e kemi një hyrje kështu pak më ndryshe të emisionit, sepse jemi në një speedboat dhe po e bëjmë një aratisje në zemër të detit janë. Ne pas pak do i vizitojmë edhe ishuj Paxos dhe Antipaksos, ku do shohim një pamje piktoreske, pra një pamje magjepsëse, siç më tashin edhe këtu prapa meje, por edhe kur të ndalemi tek ishujt, do kemi shumë informata të tjera rreth atyre ishujve dhe do e shihni se sa mirë mund të kaloni një vikend të qetë bashkë me familjet tuaja. Kështu që vazhdojmë të na ndihni dhe unë për fund të kësaj hyrje të emisionit në vetë Speedboat dua të falenderoj shumë Podravkën, e cila më mëson çdo realizimin e emisionit Peshku Jar. E shikues të dashur, një fakt shumë interesant, nga Sivota mundeni me kalu te Bella Vraka në këmbë, sepse është ujë aq i cekët sa që nuk ju pengon që të kaloni në këmbë. Aty. Edhe pse koha nuk ishte më e mira, menduam se lundrimi drejt ishujve Paxos dhe Antipaksos nuk do të ishte shumë sfidues. Por, ishim shumë gabim. Ky ishte një udhtim që do ta mbajmë mend gjatë, jo vetëm ne, por edhe ju. Deti nuk ishte as pak miqësor me ne. Ajo që filloi si luhatje të lehta, shumë shpejt u kthye në një tundje të fuqishme që e ndjente çdo pjesë e trupit. Dhe për ta bërë edhe më dramatike situatën, nisi një shi i dendur, i cili në atë shpejtësi dukej sikur gjilpëra të holla na godisin në fytyrë. E megjithatë, në fund të këtij lundrimi sfidues, fati ishte në anën tonë. Poseidoni na buzëqeshë dhe qielli u hap, duke na dhuruar mundësinë të realizonim këtë epizod kaq të bukur për ju dhe kaq të paharrueshëm për ne.
E shikues të dashur, kemi mujt me i pa pamjet se çka bojmë na për me sjell një emision kaq bukur tek ju. Pra me sjell vendet më të bukura të Greqisë nëpër ekranet tuaja. Udhimi nga Sivota deri në Llaka Paxos ishte goxha sfidues. Keni mujt me i pa edhe përmes emisionit disa pamje se çka kemi bona për me ardhur këto. Por është një vend vërtet shumë i bukur. Jemi pra këtu tek Llaka Paxos, ku është uji magjik. Është një vend shumë piktoresk, por gjithashtu edhe uji ka një ngjyrë që ma herët nuk më ka rastis me e pa. Kështu që vazhdojmë me pamje, shohim pak më shumë vendin, edhe qëndroni me ne sepse do vizitojmë një vend tjetër. Vazhduam me xhirimet edhe pse nuk ishim ende të shqetësuar, sidomos unë. Ndërkohë që regjisori, pa e ditur gjendjen time emocionale, kërkonte që gjithçka të vazhdonte si zakonisht. Gajos dhe Llaka janë dy fshatrat më të njohur të ishullit Paxos, secili me bukuritë dhe atmosferën e vet të veçantë. Përveç bukurisë së saj natyrore, Llaka është një destinacion i preferuar për turistët që kërkojnë aventura në det. Që nga lundrimi me jaht deri te windsurfi, snorkeling apo thjesht një not i qetë në ujërat e kristalta të Gjirit. Shpellat blu të Paxos të vendosura në bregun perëndimor të ishullit janë një mrekulli natyrore. Uji i tyre ka një ngjyrë të thellë blu, që shkëlqen përmes dritës së diellit që reflektohet në fundin e bardhë të detit, duke krijuar një efekt magjepsës brenda shpellave. E shikues të dashur, tani jemi tek një vend tjetër, një mrekulli natyrore, jemi tek Blue Caves të Paxosit. Pra një atrakcion që mundeni me bo, me u nis pra si që jemi nis edhe ne nga Sivota, kemi ardhur në Paxos, tani jemi tek Blue Caves dhe do shkojmë në një vend tjetër, kështu që vazhdoni të na ndiqni të shohim se çfarë mrekulli tjetër do shohim bashkë. Ndërsa në Antipaxos, plazhi Votumi është një tjetër perl, shpesh i krahasuar me Blue Lagoon. Ai është ndër plazhet më të bukura në të gjithë Greqinë. E shikues të dashur, tashmë jemi në Antipaxos, jemi tek një ndër plazhat më të bukura të Greqisë, jemi tek Votumi Beach. Këtu pra uji është aq i pastër, kristal, por gjithashtu ka edhe këtë ngjyrën të kaltër të qeltë që duket me të vërtetë si një paradis, një vend shumë i bukur që mundeni me shiju plazhin. E kur jemi tek shijimi i plazhit, shumica e ekipës emisionit Peshku i Art vetë se kanë hyrë dhe po e shijojnë këtë ditë fantastike, por derisa unë këtu jam duke ju treguar më shumë rreth Votumi Beach. Po shkoj po e shijoj edhe unë pak, tash shihemi në vendin e radhës.
dashur, unë jam duke e shiu këtë kohë kaq të mirë, këtë mot kaq të nxehtë, këtë plazh kaq të bukur me patos, sepse patos bën. Kështu që për të gjithë ju, shko blejni dhe merrini, shijojeni edhe më shumë. Një nga vendet më karakteristike që vizituam ishte Gaios, porti kryesor i Paxos. I vendosur në bregun lindor të ishullit, ky qytet i vogël, por plot jetë mban emrin e nxënësit të Shëmpalit, që solli për herë të parë krishtërimin në këtë cep të Jonit. Rrethuar nga ullënjtë dhe selvit që i japin një ngjyrë të butë peizazhit, perle vërtet për ata që kërkojnë qetësi dhe bukuri natyrore. Gaios është një port i vogël shumë i bukur, me ndërtesa të stilit Benedikas dhe taverna Buzdetit. Në Paxos nuk ka aeroport. Mund të shkosh me tragjet nga ishulli Korfu ose nga Parga. Ishulli është i rrethuar nga ura të kaltër të thellë dhe të kthjellët, ideale për zhytje dhe notë. Shpesh krahasohet me Maldivet e Greqisë për transparencën e ujit. Në Paxos nuk ka plazhe të mëdha me rër, por janë plazhet më të pastërta në Greqi. Paxos është një nga thesaret më të bukura të Greqisë, jo vetëm për këtë vend që është kaq i bukur dhe i lezetshëm, por edhe për të gjithë ishujt që i ka përreth. Është pra një vend autentik për të gjithë ju që nuk i dëshironi ato turmat e njerëzve, të turistëve, dhe të shironi një pushim të qetë, mund të vini në Paxos dhe ta shijoni edhe këtë ishull kaq të bukur, të lezetshëm me këto lokalet përreth, por gjithashtu peizazhet e bukura të ishujve dhe këto fshatrat tradicional. Shikues dashur, jemi në Paxos, që ju dërgova më herët në ishullin Paxos, e tani është nderi dhe kënaqësia ime që të kem këtu Jonin, pronarin e La Vista restaurantit këtu në Paxos. Është shumë kënaqësi me bëni intervistë me të dhe më tregu më shumë rreth restorantit dhe rreth ishullit Paxos. Përshëndetje Joni, faleminderit shumë që pranove për këtë intervistë. Asgjë, lutem, kënaqësia është e mia. Joni, do na tregosh më shumë rreth ishullit Paxos, por edhe rreth restorantit. Si vendoset me ardhe me u hap këtë restorant këtu në Paxos? Atëherë, këtu, të thashë, ishim në Patër, që rrishim gjithkohës atje, pastaj kur ishte kriza 2010 diçka e tillë, filluam dhe erdhi vjerri im faktikisht këtu. Edhe kishim menduar për që të hapshim një biznes vjerri me familjen e vet. Po. E erdhëm, e hapëm, kemi 8 vjet që e kemi këtë lokal që punojmë. Thënë është vazhdon puna vetëm sezonale, domethënë hapet nga maj deri në tetor që e mbyllim pastaj. Po si po shkon puna deri tash? Po besoj që shumë mirë dhe pse është me një popullsi më të vogël, rreth 2500 banor, nëse nuk gaboj. Po, saktë. Por edhe turistët ndoshta vinë më shumë që kërkojnë qetësi. Ashtu është një ishull shumë fantastik, në gjitha si ta them, domethënë është jeshil gjithë vitin, rri kështu, është shumë ishull i bukur, është shumë ishull i njohur. Biles kemi dhe është bërë dhe një serial televiziv këtu që nga një aktor i famshëm grek që ka ardhur.
Edhe promovon, domethënë ai promovoi shumë gjëra për këtë ishull, ka shumë turizëm, po këto kohët e fundit, domethënë nga Covidi, kur mbasi ishte Covidi në 2019, 2020 deri tani ka ndryshuar pak gjëra, çmimet po ngrihen. Po ngrihen, po. Edhe po faktikisht këtë vit e shohim pak më ndryshe nga i vjetshmi, domethënë vjet ishte pak më Do të thotë ka ndiku. ka ndikuar shumë, domethënë vjet kishim shumë njerëz, por nuk ishte shumë konsumim, domethënë nuk konsumoheshin shumë. Si vjet është pak më ndryshe nga vitet e tjera. Po besoj që vinë shumë edhe të shohin edhe ishujt për rreth, edhe Shohin, mrekullit, cilat po. i ka falë Zoti, sepse është vërtet një vend shumë i bukur. Është në mitologjinë greke është Zeusi, Poseidoni ja bëri dhurat gruas tij këtë ishull dhe vuri atë që quhet Agjë Nikolau, që është Nikolai i Shenjtë kur në Shqip, e vuri domethënë që të mbronte ishullin. Edhe ky ishull sipas historive që tregojnë dhe disa banorë këtu që janë, thonë që mbahet nga 3 themele, që janë nga poshtë kolona, që e mbajnë këtë ishull lart, domethënë që nuk që qëndron dhe është si ta them është gjithë kohës, gjatë gjithë vitit është në këtë gjendje, nuk ka ndryshime stinash, domethënë nuk i kupton dhe shumë stinat këtu, është më ndryshëm, është një parajs. E është fati ynë, po më duket që kemi ardhur dhe po e shohim edhe këtë kohë në Paxos. A mundesh më na tregosh diçka më shumë rreth Paxos? Diçka më shumë rreth Paxosit, të them unë tani se Për gjithë ata turistët që ndoshta edhe nuk kanë ardhur dhe dëshirojnë që të vinë këtu. Atëherë këtu është vetëm një gjë, është mirëpritja që kanë banorët, se këtu jetojmë ka dhe shqiptar që jetojmë, ka dhe grek, domethënë mirëpritja e banorëve këtu është jashtë mase, domethënë e lartë, e mirë, të respektueshëm, nuk është ka ndonjë racizëm kundër nesh ose një gjë. Të mirëpresin, nuk duan t'ja dinë se nga je apo nuk e pyesin fare atë gjë, thënë të mirëpresin dhe janë shumë mirëpritës në rastet e para. Këtu njihna gjithë tani se un kam 10 vjet që po vi në këtë ishull, është diçka. Nga momenti që ti do shkelesh herën e parë, mund edhe të mërzitesh, do ketë kohë që të mërzitesh, do thosh që nuk dua të vi më në këtë ishull, por është diçka që të rjek këtu, është një energji pozitive që të thotë hajde prap. Domethënë, kështu se nga eksperienca, nga përvoja ime që kam kaluar vitin e parë që u mërzita dhe doja t'ikja, vitin tjetër diçka më thoshte hajde prap këtu se këtu është më ndryshe, është klima është më e bukur, është çdo gjë fantastike. Po çfarë periudhe qëndroni ju këtu? Në maj, nga maj që hapemi deri në tetor. Do thënë turizmi zgjat deri në fund tetor, që janë këto kruazierat që vinë për çdo ditë. Deri e fundit është 31, është një e madhe, pastaj mbyllet. Ka anglez huaj që kanë bërë shtëpia këtu, ka dhe shqiptar që kanë bërë shtëpia këtu, kanë bler toka. Do të që jetojnë gjatë gjithë vitit, është sigurisht që janë 2500 banorë rezident që jetojnë gjatë gjithë vitit. Turizmi është 6 muaj, pastaj 6 muajt e dimrit të shkon ndërtim me këto gjëra që punojnë. Po kosovarët, a vinë? Kosovar kam pasur bilës 8 veta që jetoshin në Amerika, ata dhe kanë ardhur para 2 vitesh. Erdhën këtu dhe më thanë që jemi nga Kosova, se më nxorën të mi tregun të dyja pasaportat dhe kishin dhe amerikane. Dhe ishte një eksperiencë jashtë se këtu shoh shumë të huaj, nga shumë nacionalitete të ndryshme, nga Norvegjia, nga Franca, Itali, po më shumë janë italian dhe angles që e kanë zbuluar këtë ishull më përpara. Po të flasim tash pak edhe për restorantin La Vista, çfarë ushqime shërbeni? Cila është mënyra juaj? La Vista ka ushqime tradicionale, domethënë ka gjëra deti, nga karkaleca, deti, midhja, peshk, domethënë kocë, levrek që janë gjitha të freskët, sardelët që ne i marrim çdo gjë të freskët ta kapën në këtë det këtu dhe i konsumojmë këtu. Pastaj kemi gjëra tradicionale, gjëra që gatuhen gatime shtëpie, domethënë që bëjmë gjellë, jo supra kështu, faktikisht, po janë tradicionale më shumë të Korfuzit, se Paxosi është periferie e Korfuzit, domethënë është tyre. Dhe gjëra tradicionale, gjërat që salatra, këto alkool, i kemi domethënë pak a shumë koktejle ofrojmë. Edhe si shef restoranti është i vogël, nuk është shumë. A organizojnë ndonjëherë si mbrëmje greke? Jo. Deri ja e pjo ata. Deri në moment nuk kemi arritur deri në atë që të organizojmë, po kemi pasur turista nga Bullgaria që kanë nuk po më kujtohet si quhet ajo flau e madhja fare që është harrova emrin, që i këndoshin ata, ishin grup muzikor, edhe kanë angur këtu. Edhe kënduan në atë moment, dhe ishte
është një atmosferë më ndryshe tani, po tani është herët akoma që të flasim për këto, se siç e shef është më qetë, është më bukur, më pastër koha. Kur të filloj pastaj korriku, gushti që ka më shumë njerëz, që vinë më shumë njerëz këtu edhe është dhe vapa, domethënë që bën temperaturat janë ekstreme 40-42 kish i vjet. Dhe është më njerëz kalojnë bukur deri tani. Na tregove më herët që vitin e parë, ndoshta kur ka ardhur koha me u kthy prapë në Paxos, ke hezitu pak. Po cila ka qenë ndoshta ajo përvoja më e paharrueshme gjatë kësaj kohe që je këtu, këto 8 vite? Nga eksperiencë. Sepse besoj që eksperienca edhe me turistët më ndryshe dhe keni momente të paharrueshme. Është më ndryshe, domethënë ka pas dhe ditë këqija kur se presioni punës bën vetën, domethënë nervozizëm e lartë. Kam pas që zihemi, po në fund ditës pasi kemi mbyllur orar atë lokalin, domethënë jemi prapë një familje, jemi kolegë pune domethënë radhë parë. Edhe eksperiencë më e paharrueshme që kam pasur se unë kam punuar edhe në një hotel këtu. Kam punuar 5 vjet atje, 5 sezone. Atje kanë qenë 5 vitet më të bukura të jetës time. Se atje kam kaluar çdo gjë, isha në bar, isha, domethënë shërbeja, bëja koktejle, kafe, gjëra kështu. Ishte një atmosferë më ndryshe, ishte një atmosferë shumë e bukur, se atje ishte familja ata që kishin. Atje ishëm 5 vitet që fillova, praktikisht një vjet flisja kisha dhe komunikimin, fillova që të mësoja dhe gjuhët akoma më shumë, më mirë, më pastër, pastaj njofa vajzën që po shërbën këtu që është bërë gruaja ime, u dashuruam edhe më thirri që tha hajde punojmë bashkë, edhe u futa këtu në 2021. Domethënë ishte viti i parë që erdha unë në këtë restorant. Tregove pak për eksperiencën tënde të paharruar, po a mundesh me tregu se çfarë e bën më të veçantë La Vistan dhe çfarë ndoshta bëni ju për klientët që të kenë një përvojë paharrueshme? Për klientët, atëherë neve nuk është se gatuajmë, nuk është se japim thjesht vetëm ushqim, domethënë hajde erdhëm këtu do japim një pjatë ushqim dhe do ikësh. Ne e bëjmë qëndrimin e një turisti, e bëjmë që të ndihet i kënaqur nga të gjitha gjërat që kemi. Nuk japim vetëm ushqim, japim edhe taste në ushqim, shije, domethënë japim shumë shije. Edhe kemi shumë konkurrencë, si shikon është plot me restorante, kemi shumë konkurrencë, po bëjmë të pamundurën që klienti të ndihet mirë, të relaksohet, janë me pushime, domethënë vit kënaqet edhe ti ke pastaj ngeli kënaqur. Ajo më intereson gjëja më shumë këtu, edhe më intereson domethënë ato që bëjnë komente në Google ose në TripAdvisor që janë, domethënë ato më interesojnë jashtë masë më tepër se duhet që ta ndjehet i mirë. Kur kam ndonjë problem. Edhe ne tash kemi me jap arsye dhe kemi më pas komente të tjera për ju. Joni, për gjithë shikuesit e Peshkut të Art, nëse ke ndonjë thirrje, ftesë që të vinë ta vizitojnë edhe Paxos dhe La Vista. Ju bëj thirrje që të vini ta shohë se është një ishull siç e thash më përpara, është një parajs në vete. Këtu nuk je në Greqi, nuk e ndjen veten që ndodhesh në Greqi, është një vend shumë fantastik, është jashtë, domethënë ndihesh i mirëpritur nga gjithë, njerëzit janë shumë dashur, siç e thash në fillim. Është një parajs që Zoti ka krijuar, e ka pikturuar domethënë ka dhënë të gjithë atë talentin e vetur në këtë ishull. Është shumë ishull i bukur, duhet ta vizitoni. Çmimet nuk janë se kanë ndonjë lëvizje të madhe, domethënë jemi aty me çdo vend tjetër, edhe në qytetet më të mëdha të Greqisë. Po është një ishull që ja vlen. Mund të shkoni, është shumë i afërt destinacion me Shqipërinë që mund të vi nga Korfuzi, këtu është 2 orë gjysmë maks, që me oraret e tragedeve që kanë. Kështu që ju presim në La Vista në Paxos. Ju presim. Joni, faleminderit shumë se jete këtu për të lëvizur. Ishte shumë kënaqësi. Kënaqësi ishte edhe për mua. Faleminderit. Deti ishte shumë i butë me ne gjatë kthimit për në Sivota, por reportazhi nuk përfundon këtu. Pas një dite plot sfida, na pret një natë plot argëtim, zhurmë dhe momente të paharrueshme.
E shikues dashur, jemi si gjithmonë me Andin. Me Andi do na tregoj më shumë se çka do përgatis sot. Përshëndetje Andi. Përshëndetje juve dhe të gjithë që po na ndjekin sot. Sot kemi vendosur me bënë një tavë me karkaleca. Përbërësit e saj janë karkalecat e fest, është në Pasata e re produkti Podravkës. Por ma tepër kisha lut mi pa, edhe në fund mi provu. Okej, pra po presim me provu në fund edhe me shumë kënaqësi edhe të shohim të përgatit këtë recetë. Shojmë edhe me pasatën e Podravkës. Receta po thuaj se është gati. Marrim një pjatë për shërbim. Faleminderit shumë Andi. O, çfarë pjatë e mirë. Faleminderit.
dashur, tani gjendemi në Perdika, shumë afër Sivotës, diku 10 minuta larg, nëse s'po gaboj apo jo Silvana? 7 minuta? 7 minuta. Jemi këtu te Camping Sofas, jemi bashkë me Silvanën, e cila do na tregoj më shumë rreth këtij restoranti ku jemi, por gjithashtu edhe rreth kampingut. Edhe ne do flasim më gjithsesi. Silvana, faleminderit shumë që gjete kohë dhe u bashkove në këtë intervistë. Unë ju falenderoj shumë ju. Dhe faleminderit shumë për mikpritjen, kaq të Ju falenderoj, e kam bërë shumë me kënaqësi. Kisha dashur të pyet rreth restorantit, do flasim për menyn, çfarë shërbeni ju e gjitha. A mundesh më na tregu pak më hollësisht për gjithë shikuesit e emisionit Peshku i Art? Po, shumë me kënaqësi. Lipon, këtu është një restorant quhet tradicional grek. Ku të shkojmë këtu apo atje? Tradicional grek. Këtu gatuhen gjërat që gatuhen edhe në shtëpira. Do me thënë është një restorant për gjërat shtëpiake. Tani kemi edhe peshkun nga një ranë, por kemi shumë gjërat shtëpiake. Kjo është një restorant shumë, ky kamp është 50 vjet që ekziston, por çdo vit afrohet edhe rregullohet akoma më mirë, çdo vit edhe akoma më mirë. Jemi shumë të kënaqur jemi shumë edhe të tjerët janë të kënaqur me ne, me gatimet tona, me këto live muzikë që bëjmë këtu në restorant, jemi një si familje në këtë restorant. Në këtë restorant jemi të gjithë shqiptar, kjo është kryesorja, jemi të gjithë shqiptar përveç atyre që u hapet ky restorant, që u përket. Ata janë grek, janë këtej nga Perdika, që edhe janë njerëzit që s'ka më të mirë njerëz si këta, janë njerëz shumë të mirë, unë me këta bashkëpunoj 20 vjet, edhe jam shumë e kënaqur. Tani, çfarë doni diçka? A mundesh më na tregu pak më shumë, a bëhen si mbrëmje muzikore si sonte? Po, këtu bëhen çdo javë mbrëmje muzikore. A të tregoj se çka do bëjmë sonte? Sonte do të thejmë pjata këtu. Do thyejmë edhe pjata këtu, po. Po vetëm do kemi kujdes sepse mos të vritemi. Po, do thyejmë edhe pjata, po. Këtu është një traditën greke. Po. Patjetër, do ta provojmë, tani nuk e di se si i them, po okay. Silvana, mundesh na të më shumë edhe rreth kampingut i cili është këtu. Përveç kampingut, kjo rruga këtu të çon tek një plazh shumë e bukur. Është një plazh jo private, është private. Është private. Private këtu, po ne lejojmë edhe publikët të vinë, nuk e kemi problem. Vinë këtu është, nuk është si në plazhet e tjera që janë me shazlon edhe me këto. Këtu është shumë i thjeshtë, është për shtëpiak. Do me thënë, nuk është për njerëzit që duhet të detyrohen të blejnë një shazlon ose një. Jo, do marrin të tyren, janë shumë të qetë. Mund ta quajmë më natyrale. Po, natyrale, po. Që të vinë ta shijojnë tamam bukurinë e detit, gjithashtu nga kamperët që cilët gjenden këtu, munden shumë lirshëm, asnjë minutë nuk i ka, po mundemi me pa edhe plazhën prej këtu detit. Që mundeni me ardhe me shiju në Perdika Camping Sofas. Bravo, po, kjo është Perdika Camping Sofas. Shumë rreth Perdikas. Tu tregoj unë për rreth Perdikës. Shiko, unë jam e ardhur këtu, kam 25 vjet që kam ardhur këtu, por kam qenë në një qytet tjetër, jashtë Perdikës, kam qenë e martuar dhe burri më ka vdekur dhe erdha këtu. A ke qenë si Botës? Jo, kam qenë në Paramithja. Okej. Lipon, erdha këtu, sepse këtu kishte punë për turizmin, atje s'ka, se është vend mali. Edhe fillova punën këtu. Perdika është një vend shumë i bukur në Bear. Ka shumë gjallëri, ka shumë njerëz, ka shumë turizëm, po vetëm 3 muaj, 4 muaj. Çdo vit vinë edhe bëhet edhe më shumë. Ka shumë dhoma që jepen me qira, ka shumë apartamente që jepen me qira, ka shumë hotele që janë bërë, çdo vit edhe bëhen akoma, edhe po zgjerohet, po hapet akoma më shumë, po bëhet njësoj si Sivota dhe si Parga. Ne jemi në mes Sivotas edhe Pargës. Perdika mua personalisht më ka pëlqyer sepse janë njerëz shumë të dashur, janë shumë mirëpritës, kanë shumë dashuri për të gjithë turistat që vinë, japin gjithë shpirtin e tyre, ashtu si dhe ne shqiptarët, sepse dhe ne jemi të mirëpritur kudo që vemi, ose ne mirëpresim njerëzit kur vinë tek ne në Shqipëri, kështu që janë njerëz të dashur. Për Perdikën çfarë mund të them tjetër, është i bukur, po në dimër është pak që nuk ka shumë gjëra sepse është dimër. Ka nikur të gjithë turistat, është më vend veror.
Pa, po më tregon se momenti kur vendose më ardhë në Perdika. Po. Çfarë të plapësh? Më tërhoqi. Çfarë të tërhoqi? Po, më tërhoqi. Të vendosësh këto. Po, mua më tërhoqi, mua personalisht më tërhoqi sepse ishte vend turistik. Vend turistik. Gjeja punën time këtu, gjeta njerëz të mirë që më dhanë punën. Ishte afër detit se unë jam nga Vlora dhe jam e mësuar me detin. Gjithmonë Dhe nuk po ik detit. Jo, s'ka shans, nuk ka shans. Jam shumë e kënaqur me detin, më pëlqen shumë. Ajo më tërhoqi këtu te Perdika, edhe djali ndeshte të vinte këtu në Perdik ku është det, se atje në mal ishte nuk i pëlqente. Më pëlqeu puna në kampik, më ka pëlqyer shumë sepse unë jam guzhënjere, po pa shkollë, guzhënjerën që kam mësuar nga puna, që më ka mësuar nëna, unë më mëson edhe jeta, vash, edhe më pëlqeu kjo punë. Çfarë të them tjetër për Perdikën? Perdika janë njerëz... Perdika është një vend shumë i bukur, kështu që të gjithë ju shikues të cilët po e ndisni peshku i art, duhet patjetër të vini në parka, të vini edhe në Perdika, në camping Sofas. Ta shijoni se këtu ka shumë njerëz me dashuri, kanë shumë dashuri për brenda tyre dhe duan ta japin tek njerëzit e tjerë. Ta japin. Dhe Silvana është me të vërtetë e tillë, sepse si momentin kur kemi ardhur ne këtu, na ka prit kështu edhe siç është. Po, jam e tilla, kam shumë dashuri brenda për meje dhe dua ta jap atë dashuri. Silvana, faleminderit shumë. Unë ju falenderoj shumë. U falenderoj. Ciao. Μπράβο σου, αξίζεις που με έχεις καταφέρει. Πώς αντέχω ακόμα, ένας Θεός το ξέρει. Δεν με νοιάζει τα δαχτυλίδια, μόνο που κοιμάμαι στα σανίδια. Δεν με νοιάζει για τα δαχτυλίδια, μόνο που κοιμάμαι στα σανίδια. Ky emision mundësohet nga Podravka.